A ke menduar ndonjëherë pse Zvicra ka mungull të qëndrojë jashtë Bashkimit Evropian, edhe pse është e rrethuar nga vendet e tij? Historia nuk është thjesht një refuzim, por një balancë e kujdesshme mes politikës, ekonomisë dhe identitetit kombëtar. Në Zvicër fjala e fundit i takon popullit përmes referendumeve. Antarësimi në BE do të thoshte transferimin një pjese të sovranitetit tek institucionet në Bruksel, gjë që është shumë e ndjeshme për sistemin zviceran. Që nga Kongresi i Vjenës 1815, Zvicra ka ndjekur politikën e neutralitetit të përhershëm. Ky neutralitet e ka bërë një qendër botërore për ndërmjetësim dhe organizata ndërkombëtare, pjesë e identitetit të saj, jo vetëm politik. Frangu zviceran është ndër monedhat më të forta në botë. Duke qëndruar jashtë BE-s, Zvicra ruan kontroll të plotë mbi politikën e saj monetare, pa u ndikuar nga krizat e euros. Në vend të antarësimit, Zvicra ka marrëveshje të shumta me BE-n, tregti, lëvizje e lirë, kërkim shkencor. Ajo është gjithashtu pjesë e zonës Schengen, duke përfituar lëvizje të lirë pa hyrë plotësisht në BE. Zvicra ka zgjedhur një model unik, as brenda BE-s plotësisht e as jashtë saj krejtësisht. Përfiton nga hapja ekonomike, duke ruajtur sovranitetin, neutralitetin dhe pavarësinë.